Sëri edhe këtë të premte me mua Albina nuk kam ndru dhe nuk e kam ndërmend të paktën edhe për një kohë. Por i takohemi kështu në një epizod të re në kanalin zyrtar në YouTube, por për dallim prej herave të tjera, temperatura gjatë kësaj jave për mashallah kanë qenë -7, -8, po kjo nuk na ndal neve që me rubrikën e parë ta nisim një storje që ka të bëjë sigurisht me personazhet më të spikatura gjatë këtyre ditëve dhe kemi fjalën për Big Brother VIP Albania. Vox Popit do të realizohet tani në kryet qytet për t'i pyetur qytetarët se çka mendojnë për gjestin, egljen e shumë detaje të tjera sa i përket këtij formati. A menon që Gjesti ka me kon fitus? Fitus është, fitus. Dej ke fitus Gjesti, dej në fund. A mendon që Gjesti ka me qenë fitus? A ka me kon Gjesti fitus si pas teje? Se këshyre, no. Apo e këshyre një Big Brother? Jo, valla, unë se për cilin. A mendoni që Gjesti është fitus, garant ju ka ndalë videot e ti? Unë se këshyre asnjë herë. Hiq? Kur. Gja se këshyre. A ka me qenë Gjesti fitus? Po u besoj? Ta shak këshyra jo? Jo. E që shvedin që Ta ke qatë. Por, hiq. Gjesti na e ke pa, është një djali Kosovës. Po në Kong, ka era në YouTube të të gjë. Tjetër ja. A ka me fitu Gjesti Bigun? A ka me fitu Gjesti? A jetu e shiku Big Brother? A jeni të e shiku familja ju i Big Brother? Kajtë. Pe pëllimi që e ka njësë pe ditës parë. A mendoni që Gjesti ka me fitu i riu nga Kosova? Jo, po manipulojnë ata. Pse po mendon kështu? Pse për atë arsye se me din keqe kë vetë për të regën vetë që është shumë i papë të këtu.